Turistët që vizitojnë Lezhën do ta kenë më të lehtë të zbulojnë atraksionet dhe pasuritë natyrore e kulturore të këtij rajoni me potencial turistik, fal një guide të re turistike të realizuar nga bashkia. Në këtë botim janë përmbledhur informacionet më të rëndësishme për vizitorët, duke përfshirë destinacionet bregdetare, atraksionet historike, traditat lokale dhe mundësitë e akomodimit të argëtimit që ofron Lezhë. Promovimi i guidës u bë përmes një aktiviteti të organizuar në qendër të plazhit të Shëngjinit, ku muzika, ngjyrat dhe ekspozimi i vlerave turistike sollën një atmosferë të gjallë verore për pushuesit dhe vizitorët. Drejtori i turizmit në Bashkinë Lezhë, Ronaldo Gjani, thotë se kjo guidë është një pasaportë turistike që i nevojitet këtij rajoni. Këtë guidë jo vetëm japim informacionin historik, gjeografik apo të atraksione, po japim edhe se si shkojnë në atraksione dhe si gjehen lehtësisht, dhe këtë guidë do ta kenë gjithë sportelet e hoteliere, agjenci turistike që mund ta gjejnë që çfarë mund të bësh në Lezhë, çfarë festash ka në Lezhë dhe çfarë guidash turistike. Aty janë edhe udhërrëfyesi turistik të certifikuar që me një kontakt aty që gjenë dhe krejtësisht lehtësisht gjenë se ku mund shkojnë dhe si mund i kalojnë pushimet në Lezhë. Përveç detit, ne kemi interes që t'i japim mundësia dhe zonave të tjera, si atë që ka rëndësi peshë kryesore që ka Lezhë, anën e atraksioneve kulturore. Ky botim me informacion turistik do të jetë një ndihmëse e madhe për të njohur gjithçka ofron Lezhë, thon vizitorët. Këty në Tetushkave bëhet njoftimi i zonës për rreth. Edhe shumë po vjen mirë që pe shoh këtu, ku është ndërmarrë një hap shumë i rëndësishëm për turistat, sidomos ata turistat të huaj që janë të Evropës. Kushdo të qoftë që vjen prej dikushit, nuk mundet me ditë hapësirën këtu çka ka diçka të rëndësishme. Kjo është libër për to. Kjo është pasaporta e kësaj shtetit. Po mënyrë është mirë, si për çdo qytetar, sepse krijon një pasqyrë më të qartë për Lezhën. Gjatë aktivitetit u shpërndan qindra kopje të guidës së re për turistët, me qëllim orientimin e tyre më të mirë dhe eksplorimit të gjitha thesareve që ofron ky rajon.